përtej qëndrimeve tona gjatë fushatës dhe pas fushatës kemi thonë që jemi të gatshëm me dhënë një vot kompromisit që me dalë për i kësaj krize. Sepse kemi parashiku një krizë të mëjshme në rast se ne do të blokohemi në një emën të përveshëm në këtë rast për zonën Agjeu. Edhe para seancës ne kemi bo një ofertë, kemi thonë që do të jemi të gatshëm me votu 2 kandidatë tjera, në këtë rast deputetin, zotin Selimi dhe zonin Selimi dhe Bugujevci, por pastaj kemi shku edhe për te i kësej, kemi ofru vote edhe për zotin Kunjufca, dhe mendoj që edhe subjektet tjera parlamentare në këtë rast opozita, një farforme, ka një mirë kuptim në rast se do të bëjmë një kompromis dhe të bëjmë një dalje për këti ngërçi që mendoj që është ma shumë i egove se sa i vetë bindjes zotit Kurti që Albulena Agjeu është ajo ma e mira e 120 deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Pra ne kemi ofru, po ofrojmë zgjidhje, jemi të gatshëm me dhënë kompromis, kemi thonë pas një kosht, nuk kemi as një penges për me dalë për kësaj situate. Por është pa ndashme tash me kërku për opozitës për regon e një individi që për 37 seanca insiston dhe e din që produkti është i njëjtë, do me thonë me thirë seanca. Dhe po kanë të drejtë zonja Mihajli kur thot që deputet, sepse po shihet se kush parfumoset e kush bën sfilat. Por unë i kisha thonë asaj që nëse do t'jemi në janë pushtet, kushti parë do t'jetë testimi i narko-konsumuzve, mos me e konë deputet. Se mendoj që një pjesë e mirë e ty në jo narko-konsumus edhe do t'ishte shumë ma mirë ajo me u përqendru edhe me u fokusu tek deputet që të konsumojtë substanca. Po thoni që në rast të arshëm do të më bojnë një listë për deputetet, a ka deputet që vi mrena kuvendit në ndikimin e drogës, general? Nuk e di, a janë mrena kuvendit, por unë do t'insistoj me çdo kusht edhe kur do që i konstituohet kuvendit Kosovës, do t'insistoj që me në botesti. Sepse është legjitime, sepse në rast se vërtetohet që një deputet është nërë ndikimin e substancave, atër të njaj nuk e ka mendimin e qartë, ose atë bindje në votës, në më thonë nuk e ka me bindje personale, po është indikum. General, kjo është vetëm bazë asaj, qashini apo ka informata shtesë? Ja, gjithmonë lasim informata zyrtare, edhe pse nuk i bojmë publike, por ka deputet që konsumojnë substanca, ka familjar tyne që arrestohen e për kufi, edhe që shumica tyne deklarohen që janë substanca për prindin ose për prinden, cila do kofta ajo nuk është me rëndësi, unë mendoj që kuvendi i Kosovës nuk është vatër narko. Thatë për ego, zotë Radinaj, në fakt, keni dalë për te asaj që keni thonë fushat, keni shenë shumë premë se e përket lëvizjeve vendosi, i propozu 2 emra, patë shumë polemika, mandej u lirut edhe të zotë Radinaj, të zotë Konjufca. A është çështje e egos apo strategjie zotit Kurti? Se zati një ofrut 3 emra, 3 gatishmëri, me votat e juja, kalonte edhe i zhblloku deri me tani kjo punë. A është strategjie zotit Kurti kjo punë? Apo kemi të bëjmë, nësë strategjia këni ronë Kurtin e zotit Kurti? Veç fakti që a i thot që ne i kemi votat për qeveri dhe nuk i kemi për zgjedhjen e kryetarit kuvenit dhe dëshmon që është strategji. Përderisa me çfarë kushti a i ka votat për ekzekutiv dhe nuk i ka për legislativ. Çfarë strategji? Po do mi nga përzisia, po do mi vendin, pak nosin me 500.000 se nuk e murë me s'ka. Ashtë, do me thonë, përgjësia shkon direkt e 42%. Jemi të qartë që pishojmë edhe deklaratat e deputetit Kurdi, kur po thotë se kuveni, kryetari kuvenit ju takon të gjithë deputetëve. Është të vërtet, po kushtetuta e ka dhonë mandatin subjektit fitus të dalur nga zgjedhjet. Në këtë rast, lëvizjet vetë vendosin krye me zotin Kurti. Dhe ajo është obligim i tij mi ofru kandidatin më të pranueshëm për subjektet politike parlamentare. Dhe të gjitha partitë politike parlamentare kanë pas qëndrim tek qartë para se me një seanca, se nuk do të votojnë një kandidat për kryetar i cili ka marrë pozita në ekzekutiv. Unë e këmë thonë nëse zgabaj edhe në këtë studio, unë kom vlerësim pozitiv për zonën e Agjeu. Edhe familjen e kalumen e gjithë shka, edhe nuk ka asë një gjohë personalet, jemi të qartë, por tash edhe ne si subjekt politik, si parti politike parlamentare që kem garu, kem fushatu, kem bo ofertë, kemi ofru zgjidhje, po ofrojmë zgjidhje. Ndërsa lëvizja vetë vendosi, pej nominimit, për 37 seanca, nuk e ka ofru asë një zgjidhje. Qoftë një format se si me dalë për i kësaj situata. Ka shku për te i kësaj, ka kërku një komision për me shku në votim të fshet.
Nëse strategji, cila është ideja strategji zotit Kurti, zotit Haradinaj? Me i kontrabandu disa deputet që tash i këto vestuja si edhe në kalumin edhe tash janë këthyne praktik. Po nuk ka nevojë unë pres shumë gjykata kushtetuese që do ta jap një verdikt të qartë, dhe nuk e di arsyen se pse janë vonu kaq shumë, se ne po shkojmë tek dita e 60 kur s'ka don afati që gjykata kushtetuese duhet me i kthy përgjigje Time Kadris, këtë rast shefës grupit parlamentar të AK-s dhe deputetëve mbështetës, dhe unë jam shumë i bindur që aty do t'jepet një alternativë se si dilet për i kësaj situate. Deri sa dipti kjo? Por unë, çka mu i me thonë tash si deputet, se e tha 37 herë mu më ka orë marrë me shku në atë kuven. Dhe ajo ven për shkak që duhet me shku me ofru zgjidhje, ne jemi shku, jemi bo aty pengesë, edhe jemi kthy në një target sulmi para qytetarëve. Unë nuk jam pengesë zgjidhje, se unë për këta edhe po jepi edhe po mundona me artikulu edhe shpjegimin. Se kemi dhonë zgjidhje, jemi të ofru zgjidhje, edhe nuk kemi asnjë kërkesë, asnjë kusht. Kjo është me thonë që jemi të ja ofru hapun zotit Kurti. Por ai pe vlerëson më të rëndësishëm zonën e Axhevës se parlamentin e Kosovës. Dhe tashti sot biles kolegë tu i këshin bo një pyetje, jetu shku në kuvend si kryeministër apo si deputet. E unë po thonë që do të ishte shumë e udhës zoti Kurti edhe lider, sidomos partive parlamentare, me konë në një tavolinë dhe mi gjetë një zgjidhje, mi dhoni një kompromis, sepse është një situatë tepër dramatike në botë që po ndonë. Është krizë madhe. Edhe mos ta egzagerojmë për te asaj, po unë po flasë edhe Kosova kërkon. Jo, kemë nërë të oferta dhe t'i krejtë zgjendja geopolitike. Zotë Haradinaj, cila është kërkesa? Si e komentoni cila është ideja e votimit të fshet? Ju thatë është çështje e kontrabandimit. Njëjtën kohë kërkohet votimi i fshet, njëjtën kohë zotë Haradinaj, zoti Kurti thotë që i kanë votat për qeverinë, por nuk i kanë votat për kryeparlamentaren. Çush i shpjegon këto dy deklarata, dhe pse po insistohet me votimin e fshet? Po manipulon më shumë me opinionin publik, se në rast